Jezusi e Nikodemi. Tash ti ndër farisejnë ishte një njeri që quhej Nikodem, një nga bujarët e judejve. Ky erdhi natën te Jezusi dhe i tha: Rabi, e dim se ti je mësues që erdhi prej hyjt, sepse askush s'mund t'i bëj këto mrekulli që i bën ti, po që se hyji nuk është me te. Jezusi ju përgjigj: për një mend, po ju them, kush nuk lind përsëri prej së larti, nuk mund të shoh mbretërinë e hyjt. Si është e mundur, i tha Nikodemi, të lind njeriu kur është i moquar? A thua mund të hyj përsëri në barkun e nënës së vet e të lind? Jezusi përgjigji: për një mend, po ju them, kush nuk lind me anë të ujit e të shpirtit, nuk mund të hyjë në mbretërinë e hyjt. Çka lind prej mishit, mishi është e çka lind prej shpirtit, shpirt është. Mos u çudit që të thash, duhet të lindim përsëri prej së larti. Era fryn në drejtësi që do, ja dëgjon ushtimin, e nuk di nga vjen ka shkon. Kështu ndodh edhe me secilin që lind prej shpirtit. Nikodemi e pyeti: si mund të bëhet kjo gjë? Jezusi ju përgjigj: ti je mësues i Izraelit e nuk merr vesh kaq? Për të vërtet, po ju them, ne flasim çka dim, e dëgjojmë çka pam, e megjithatë nuk e pranon dëshminë tonë. Nëse nuk më besoni kur ju flas për gjëra që ndodhin në tokë, si do të më besoni në qoftë se ju flas për gjërat e qiellit? Askush nuk u ngjit në qiell përveç Birit të njeriut që zbriti nga qielli. Dhe sikurse Mojsiu e lartësoi gjarprin në shkreti, po ashtu duhet të lartësohet edhe Biri i njeriut, që kushdo të besojë në të, ta ketë jetën e pasosur. Vërtet, hyi aq fort e deshti botën, saqë e dha të vetmin Birin e vet, kështu që secili të besojë në të, të mos birret, por ta kenë jetën e pasosur. Në të vërtet, hyi nuk e dërgoi Birin që ta dënoi botën, por që bota të shpëtoi nëpër të. Kush beson në të nuk dënohet, ndërsa kush nuk beson, ai është dënuar që tani. Por pse nuk besoi? Në emrin e njëlindurit, Birit të hyjt. E gjykimi është ky: drita erdhi në botë, por njerëzit më tepër deshtën terrin së drejtën, sepse veprat i kishin të këqija. Vërtet kështu që bën të keqen, e urren dritën dhe nuk del në dritë, që të mos i zbulohet veprat e tija. Kurse ai që e vën në zbatim të vërtetën, ai del në dritë, që të dalë ballafaqe, se veprat e tija u bën siç thot hyi.